Tani, ndodh vrasja në gjykat, nuk dim gjë, kemi përgjegjësinë, e ka fajin opozita. Ndodhin vrasjet e fëmijëve nëpër shkolla, e ka fajin TikToku. Ndodhin vrasjet e qytetarëve kur përplasen bandat që i sjellin këta në parlament. Kush e ka fajin? Prapë opozita. Siguria nuk është e Partisë Demokratike, o zotëri. Keni fëmijë vet. I kemi shkollat pa sigurta se s'gjeni polic. Gjykatat pa sigurta se s'gjeni polic. Dhe zoti kryeministër, duhet ishte këtu në këtë seancë për këtë çështje. Këtu ka detyrim ai kushtetues të vidhet përballet, nëse janë vërteta akuzat tona. Po si ka mundësi zoti kryetar që e njëjta parti që ka sjell deputet që fshinin vrasës në Durrës, kërkon përjashtimin e atyre që i ka arrestuar ata vrasës. Kriminalët në kohën e Partisë Demokratike nuk vinin në parlament. Shkonin në burg. Është një nga ngjarjet më të rënda. Tregon që ne s'kemi siguri për jetën, fëmijët pa sigurt, familjet pa sigurta, gjykatat pa sigurta, institucionet pa sigurta. Po shkohen laboratorët e kokainës dhe paksohen shkollat. Çka kujtoni se janë të rastësishme këto? Pse më problem vetëm i një partie është kjo? Ky është problem kombëtar. Njeriu që po i shërbeni shënon sigurinë kombëtare.